Turizmi në rritje nuk po arrin të nxjisë prodhimin vendas bujqësor, ndërsa importet e ushqimeve po zgjerohen me ritme të shpejta. Të dhënat e tregtisë së jashtme për 5 mujorin e parë të vitit 2026 tregojnë se Shqipëria importoi mbi 520.000 tonë produkte ushqimore, 14% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Edhe pse vendi ndodhet në kulmin e sezonit të prodhimit bujqësor, importet e zarzavateve u rritën me 15.3%, duke arritur në 38.000 tonë, ndërsa ato të frutave u shtuan me 8.1%, duke kaluar 51.000 tonë. Në rritje janë edhe importet e mishit, bulmetit dhe drithrave, ku këto të fundit shënuan zgjerimin më të madh me 26.3%. Ekspertët e lidhin këtë ecuri me rritjen e konsumit nga fluksi turistëve, por edhe me pamjaftueshmërinë e prodhimit vendas për të furnizuar tregun. Si pasojë, hotelet, restorantet dhe konsumatorët po mbështeten gjithnjë më shumë te produktet e importit. Kjo prirje tregon se përfitimet ekonomike të turizmit nuk po reflektohen tek fermerët shqiptar. Në vend që kërkesa e shtuar të nxjisë prodhimin vendas, një pjesë e konsiderueshme të ardhurave nga turizmi po rikthehen jashtë vendit përmes importeve, duke rritur varësinë e ekonomisë shqiptare nga tregjet e huaja.